Të dashur bashkëdhetar, momenti i votimit përmes postës po afron, andaj sot do t'ua shpjegoj hapat një nga një se si duhet të veproni pasi që ta keni pranuar pakon me fletë votime nga KQZ-ja përmes postës së shpejtë. KQZ përmes DHL-it apo postës së shpejtë do të dërgoj në adresën tuaj një zarf të tillë. Brenda zarfit të pranuar ju do të gjeni fletë votimin, zarfin kthyes dhe zarfin e vogël apo zarfin e fshehtësisë. Hapi i parë. Para se të filloni që të votoni, siguroni që të keni fletë votimin e dërguar nga KQZ-ja, që keni printuar apo shtypur dëftesën në regjistrimit, e keni zarfin e fshehtësisë, e keni zarfin kthyes. Hapi i dytë. Fillimisht votoni për subjektin politik, në këtë rast për lëvizjen vetëvendosje, duke bërë një tik apo mund ta bëni edhe X. Pastaj në anën e djathtë, ju keni 110 kandidat, ku ju mund të votoni deri në 10 prej tyre, por jo më shumë se 10. Hapi i tretë. Pasi të keni votuar, e palosni fletë votimin në 2 pjesë, dhe të njëjtën e vendosni në zarfin e fshehtësisë. Vëmendje, mos shkruani asgjë në këtë zarf. Futet fletë votimi në zarfin e fshehtësisë, hiqet shiriti, ngjitësit dhe mbyllet zarfi i fshehtësisë. Hapi i katërt. E palosim edhe dëftesën në regjistrimit dhe kështu së bashku me zarfin e fshehtësisë i vendosim në zarfin kthyes. Hapi i pestë. Në anën e majtë të pjesës së sipërme të zarfit kthyes, ju e shënoni emrin dhe mbiemrin tuaj si dhe adresën. Në pjesën e poshtme të zarfit kthyes, pra në pjesën e poshtme të djathtë të zarfit kthyes, ju e shënoni adresën e kutisë postare të hapur nga KQZ-ja në shtetin ku jeni regjistruar si votues përmes postës. Më pas, zarfin kthyes e merrni dhe e dërgoni direkt te zyra postare, duke ja vendosur vulën postare apo një formë të tillë të stickersit, në të cilin figuron data e vulosjes themi apo e pranimit të zarfit nga ana e postës. Ekzistojnë praktika të ndryshme sipas shteteve dhe llojit të shërbimit që ju kontraktoni për sa i përket dërgimit të zarfit. Një prej tyre është kjo pra nga Gjermania, kjo vendosje e vulës apo stickersit. Zvicra ka një formë të tillë të stickersit apo vulës postare që vendoset në zyrën postare, kur ju e dërgoni zarfin. Gjithashtu Suedia në këtë rast e ka një formë të tillë të vulës postare. Gjithashtu Italia pastaj ka një variant të tillë, varet pra prej shërbimit që ju kontraktoni. Do ju inkurajoja që ju ta dërgoni zarfin me shërbime të tilla postare që arrin sa më shpejt tek adresa kutisë postare që ju duhet ta shënoni në këtë pjesë. Pra edhe një herë, pasi ta pranoni pakon me fletë votime nga ana KQZ-s përmes postës së shpejtë, ju pa humbur kohë filloni procesin e votimit sipas hapave të prezantuar në këtë video dhe më pas zarfin kthyes e dërgoni direkt në zyrën postare ku e vulosni apo i vendosni një stickers që vërteton datën se kur zarfi niset drejt adresës së kutisë postare të hapur nga KQZ-ja në shtetet ku ju jetoni, në mënyrë që zarfi dhe vota juaj të konsiderohet e vlefshme dhe e njëjta të shndrohet në vullnet dhe në fitore. Na shkof mbar.